Në ditën e dytë të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, Shqipëria, Gjermania dhe Arabia Saudite e kanë mbrojtur pavarësinë e saj, ndërsa Argjentina është shprehur kundër. Ambasadori i Shqipërisë në Holand, Gazmend Barbullushi, foli për rënimin e dhunshëm të autonomisë së Kosovës në vitin 1989, që siç ka thënë ai është pasuar me dhunë e represion nga Serbia deri në vitin 99, duke pasur për synim spastrimin etnik të Kosovës nga shqiptarët. Sot, ka thënë ai, Kosova është një shtet shumë etnik dhe është ndërruar një faktor të qëndrueshmërisë në rajon. Edhe Gjermania e Arabia Saudite kanë vlerësuar Kosovën e pavarur si faktor të qëndrueshmërisë, ndërsa Argjentina ka vlerësuar deklaratën e pavarësisë në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë filloi dje me paraqitjen e argumenteve nga Serbia dhe Kosova. Ambasadori i Serbisë në Francë, Dušan Bataković, duke cilësuar Kosovën ndjep të Serbisë, tha se shpallja e pavarësisë ishte e paligjshme dhe në mas të madhe sfidon rendin ligjor ndërkombëtar. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, tha para gjykatës se pavarësia është e pakthyeshme dhe do të mbetet e tillë jo vetëm për hir të Kosovës, por edhe për hir të paqes e sigurisë së qëndrueshme rajonale. Ai ka nënvizuar dhe shkallën e lartë të respektimit të drejtave të pakicave dhe ka tërhequr vëmendjen se me gjithë thirrjet e vazhdueshme të Serbisë, serbët e Kosovës gjithnjë më tepër po marrin pjesë në ndërtimin e institucioneve të vendit. Reconciliation among all of our communities. Pajtimi ndërmjet të gjitha komuniteteve tona ka qenë përparësia kryesore e institucioneve të Republikës së Kosovës, ka thënë zoti Hyseni, i cili hodhi poshtë do synim të Beogradit për rihapje negociatash për statusin e Kosovës. Pavarësinë e Kosovës cilësoi të padiskutueshme sot në Prishtinë dhe ish ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel. Gjatë një seminari mbi njojën ndërkombëtare për Kosovën, ai tha se procesi në gjykatën e Hagës nuk do të ndikojë në fatin e Kosovës, madje ai çon më tej procesin e njojës së mëtejmet e saj si një faktor në marrëdhëniet ndërkombëtare. On the other hand, I see this as I would say, as a softening or as a soft landing of the drama that has existed in the past. Nga ana tjetër, unë e shoh këtë si një zbutje të dramës që ka ekzistuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Tash palët po i debatojnë çështjet në gjykatën e drejtësisë, që paraqet një situatë re ku palët e përfshira po i largojnë problemet nga fusha politike në një fushë tjetër më pak të rrezikshme. Çfarë mund të jetë rezultati, unë nuk mund të spekuloj, por ajo që mund të them është se vendimi nuk do të jetë në dëm të Kosovës. Në tetor të vitit 2008, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi me shumicë votash kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë një opinion lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, e cila u shpall me 17 shkurt të vitit 2008. Pavarësia e Kosovës është njohur deri tash nga 63 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Procesi në këtë gjykatë pritet të zgjasë me muaj, ndërsa opinioni i saj nuk është detyrues për asnjërin palë. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare janë të bindur se gjykata nuk do të japë një opinion të prerë rreth kësaj çështje. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.